Vitet e fundit, kompania AeroVironment zhvilloi familjen e municioneve të lëvizshme Switchblade, e cila përfshin 3 variante: Switchblade 600 Block 2, 400 dhe 300 Block 20. Switchblade 600 Block 2 ka rreze të gjatë veprimi dhe sisteme të përparuara të njohjes së objektive me inteligjencë artificiale, pritje GPS, M-code me nivel ushtarak dhe lidhje stafete që i lejojnë operime për tej 100 kilometrave. Block 2 arriti autonominë operative me rreth 20% krahasuar me konfigurimin e mëparshëm dhe e projektuam për të përdorur edhe në kushte ekstreme për fshirë mjedisin detar. Switchblade 400 synon këmbësorinë e LED dhe misionet kundër automjeteve të blinduara. Ai peshon 9-18 kg, përdor një sistem lëshimi me ndihmën e shtytjes dhe lejon një operator të vetëm të angazhojë objektivin me saktësi të lartë. Switchblade 300 Block 20 është varianti më i lehtë, peshon pak mbi 3 kg dhe mban një kokë luftarake me karikim të formsuar, sipas parimit të depërtuesit formuar eksplozivisht, e optimizuar për depërtimin e armaturës së lehtë dhe të mesme. Ky variant operon për tej vijës së shikimit dhe mbështetet në kapacitete autonome të identifikimit të objektivit dhe ndërfaqet konfigurueshme për trajektore. AeroVironment raportoi një rritje të prodhimit me 600 njësi vitin e kaluar dhe planifikon zgjerim të kapaciteteve përmes hapjes së objektivave të rinj, me kërkesa në rritje nga ushtria amerikane dhe partnerët e NATO-s. Familja Switchblade ka shërbyer si një terren prove në Ukrainë, ku forcat e Kievit i përdorën për të neutralizuar objektiva taktik, automjetet blinduar dhe pika logjistike në kushtet e luftës elektronike dhe fuqisë së zjarrit me rrezet gjatë. Në nivel doktrinar, këto platforma hynë në një vizion operativ të bazuar në precizion, shpërndarje dhe vdekshmëri të synuar, duke u integruar me arkitekturat hapura, software kontrolli dhe sisteme vizioni për të shkurtuar ciklin midis përvetësimit të objektivit dhe neutralizimit. Aktualisht mbeten çështjet hapura mbi rregullat e angazhimit dhe mekanizmat e mbikëqyrjes. Forcat dhe partnerët politik po vlerësojnë masa të reja për eksport, standard të angazhimit dhe kontroll prodhimi, ndërkohë që përdorimi i gjerë i këtyre efektorëve rrit rrezikun e përhapjes dhe keq përdorimit. Përfundimisht, sfida kryesore nuk është vetëm teknologjia, ajo është krijimi i rregullave, institucioneve dhe mekanizmave të verifikimit që mund të shoqërojnë shpërndarjen e teknologjive me ndikim të lartë. Pakta element. Avantazhet taktike që ofrojnë municionet e lëvizshme mund të shndërrohen shpejt në rreziqe strategjike dhe politike.